Avokati shqiptar Spartak Ngjela ka reaguar pas zhvillimeve ndërkombëtare që lidhen me programin bërthamor të Iranit, si dhe sulmet e SBA-s. Ai në një shkrim në Facebook mirëpriti sulmet nga Irani dhe u shpreh se tani gjithçka do të ecë nëpërmjet historisë reale dhe jashtë pengesës së anti-perëndimit të Rusisë. Në këto zhvillime Ngjela përmendi Shqipërinë dhe Kosovën dhe faktin se si duhet të veprojnë dy shtetet shqiptare. Sipas mendimit aktual të politikës amerikane, Shqipëria dhe Kosova duhet të bëjnë marrëveshjen e tyre të thellë të bashkimit ndërveprues mes dy shteteve në ekonomi dhe në ushtri. Diçka që pengesa mendohet se do të vijojë të jetë kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, por ky nuk mund të ketë më atë forcë, do t'i nënshtrohet historisë së Shqipërisë dhe jo më historisë së Francës, e cila ka qenë gjithmonë kundër historisë së Shqipërisë që nga viti 1912 deri më sot, shkroi avokati. Shkrimi i plot. Urime presidentit Trump, vendimi juaj i guximshëm për të synuar objektet bërthamore të Iranit me fuqinë e mrekullueshme dhe të drejtë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të ndryshojë historinë, tha Netanyahu në një deklaratë video, dhe kishte shumë të drejtë, sepse ajo ishte nisur për të qenë fuqia më e madhe kërcënuese e Rusisë antiperëndimore. Dhe tani gjithçka do të ecë drejt historisë reale dhe jashtë pengesës antiperëndimore të Rusisë. Por Shqipëria dhe Kosova, si do të vijojnë forcën e tyre? Sipas mendimit aktual të politikës amerikane, Shqipëria dhe Kosova duhet të bëjnë marrëveshjet e tyre të thella të bashkimit ndërveprues mes dy shteteve në ekonomi dhe ushtri. Dihet që pengesa mendohet se do të vijojë të jetë kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, por ky nuk do të ketë më atë forcë. Do t'i nënshtrohet historisë së Shqipërisë dhe jo vetëm historisë së Francës, e cila ka qenë gjithmonë kundër historisë së Shqipërisë, që nga viti 1912 dhe deri më sot, mbyll postimin avokati.